Spiropalit, më dëgjoj. Spiropalit nuk i bashkangjitet asnjë zyrtarisë, sepse Spiropalit i skanon të gjithë dhe çojë emrat. Spiropali tregon figurën e saj, vendos figurën e saj dhe Spiropali, këtë do ketë frikë Rama, që në momentin kur do të marrë shumë peshë në aspektin e opozitarizmit brenda partisë, në cilin moment duhet ta përjashtojë dhe duhet ta flakë nga partia. Sepse kujdes se ku është Rama tani në këtë situatë që jemi sot. Në rast se Spaku i sulet Spiropalit dhe don ta arrestojë, Rama po nuk i dha, pra po Spaku shkon të kërkojë autorizim nga kuvendi, Rama nuk mund ta ndryshojë pllakun më. Ka një qëndrim tani. Jo, qëndrimi varet nga akuzat, sepse përballë mos kishte akuzë për korrupsion. Jo, pas Spiropali nuk e ta garantoj unë korrupsion mund të ketë, po ndikim të palishëm nuk ketë. Situatë hipotetike ka fjalë. Jo, ai është mashtrimi i radhës, që na këta vjedhin, ja këta që vjedhin mos të jenë në burg, po ja këta të cilët bëjnë një vepër penale tjetër, po nuk është korrupsion, mashtrim. Këtë është mashtrim që populli të kënaqet nga mes deri ndarë. Tani, dëgjoj mua çfarë po them. Rama në këtë situatë që jemi nuk mundet të bëj gabimin që për Belën të jap, pra për Elisën të japi autorizim, ndërsa për Belën nuk dha autorizim, sepse Rama menjëherë jap grop vetes. Pra, në çdo moment edhe Bela vet do reflektojë dhe do thotë, ore, ne po futemi në konflikt me njëri tjetrin, po puna është që ne po ja fusim njëri tjetrin dhe zotin Rama e kemi në pjedestal. Pra, ne do dalim nga politika burgaxhie dhe ai do dalë i nderuar. Kur ndërkohë ne kemi zbatuar urdhrat e tij. Avokat, si mbyllet gjitha kjo? Zonjën e Spiropalit dhe zonjën Ballukut, që zgjohen nga gjumi, se po flen shumë mirë. Do mbyllet si histori vere deri sa të fillojnë pushimet me këtë, apo? Jo, Partia Socialiste do të vazhdojë. Partia Socialiste do të vazhdojë plagat e saj. Unë ju kam thënë vërtetën që po Partia Socialiste ka pasur probleme të brendshme. Në momentin kur Partia Socialiste do mungoj një nga faktorët pushteti dhe ekonomia, do shpërthet dhe do shkërmoqet. Do keni parasysh diçka, Partia Socialiste do shkërmoqet në të ardhmen. Partia Socialiste do të ketë, të them, e ke pati kur vret vllajën për pronat, që quhet vrasje, ndërsa tek Partia Socialiste do kemi situata më të rrezikshme për shkak të mlletheve dhe të dinateve të mëparshme të pushtetit. Do kemi situata që Partia Socialiste nuk do të jetë e gatshme të përballet për shkak se ligjet që kanë normuar sot kundër opozitarëve, kur të vi vetë në opozit, do jetë e pamundur të nxjerrë një kartë tjetër për të thënë që unë do vi një ditë prapë në pushtet, pavarësisht se ka një elektorat, më kupton? Pra, të gjitha këto që Partia Socialiste dhe Edi Rama bën për interesin e tij, pra Rama bën për interesin e tij, por socialistët e vërtet nuk e besojnë këtë gjë, sepse ato mendojnë se pushtetin e kanë për gjithë jetën. Në momentin më të rrezikuar që do të bëhet brenda Partisë Socialiste, Partia Socialiste nuk do të ketë një avantazh për të përballur ose për të dhënë një alternativë, sepse do t'i thënë të gjithë, kur ti ke qenë nga 2013 në pushtet, ti ke bërë çdo ligj kundër popullit dhe ti meriton ndëshkimin. Dhe prandaj të gjithë këto grupe që themi Spiropali, edhe grupi Rama, se mund të ekzistojnë edhe një grup Rama, po nuk është se Rama do frymëzoj si Berisha. Pra, Berisha është ndryshe, Rama është ndryshe. Pra, Berisha në 13 vite pa pushtet frymëzon të paktën njerëz dhe i merr me vete. Ka, Rama nuk ka. Dhe Rama nuk do ketë kurrë në jetën e tij frymëzuar njerëz. Se Rama nuk frymëzon. Se Rama nga 2013 ka thënë burg për gjithë. Dhe Rama ka ndërtuar një skalet të profilit të tij politik që sapo të ikin nga pushteti, gjëja e parë që krijohet për Ramën është urrëtie, sepse ai ka thënë për gjithë popullin burg. Edhe Rama ka menduar që ta rregullonte këtë gabim që bëri, por është një gabim që Ramës nuk i mbushen në sheshet në të ardhmen ku të ngelin në opozit, ose kur të ketë një grushtim brenda Partisë Socialiste, sepse Rama ka mësuar që të përfitojë për çdo gjë për vete, po jo për të menduar për të ardhmen e tij politike dhe familjare. Dhe prandaj gjithë këto grupime të cilët janë rreth zotit Rama duan të sfidojnë Ramën
por po presin momentin ideal. Dhe momenti ideal është krijuar. Tani, në momentin kur do prishet marrëveshje me Spiropalin, Spiropali do të ketë marrë shumë avantazh nga grupet të brendshme dhe I thotë Ramës, nuk bjem dakord me atë paktin, nuk e vazhdojmë me paktin dhe unë do të sfidoj ty politikisht brenda Partisë Socialiste. Qafa, a do të bëj pakt me Spiropalin sepse ka velie nga ana tjetër? Pra, gjitha kjo mbetet për të parë sepse Spiropali duhet të qëndrojë përballë Ramës dhe të gjithë të duken që Spiropali po e sfidon Ramën. Dhe në rast se Spiropali që shkon Spaku, e dihet edhe brenda Partisë Socialiste tani e tutje, që Spaku nuk ka vajtur tek Balluku sepse Spaku është I pavarur. Po pra, pas ka vajtur sepse Rama ka dashur që Balluku të bëhet ky procedim dhe të hiqet nga politika. Pra, Spaku nuk që ka I pavarur, pavarësisht se pezulloi një ministër dhe bërë namin këta. Por Spiropali dhe Balluku duhet të bien dakord bashkë se si të rrezojnë Ramën, sepse Rama rrezohet brenda partisë sepse akmarrja brenda partisë është më e rëndë se sa akmarrja jashtë partisë. Pra, duhet kuptoni dy gjëra që janë thelbësore. Në rast se Spiropalit I shkon Spaku, dihet që Spaku I ka shkuar dhe Balluku nga Rama. Se duhet jesh shumë naiv mos ta kuptosh. Pra, Rama luajti një rol viktimizimi të vazhdueshëm dhe tani që do shkoj Spaku Spiropalit, ose në rast se nuk I shkon, po I shkon në forma të ndryshme, atëherë do të thotë që Spaku punon ka për Ramën. Pra, Spaku ka punuar për Ramën, për Berishën, për Metën. Pra, po socialistët që dinë se si ka punuar manuali 1944 në vazhdim, nuk kuptojnë, po kështu ka ndodhur edhe me Beqir Ballukun. A ka qenë Beqir Balluku? A ka qenë babai I këtij që më the ti Spartak Ngjel që ka ndryshuar tani Dylberin, ka shkuar nga krau Matan? A ka qenë babai I këtij të komunist? Spartak Ngjelës? Ka qenë. Pra, e kupton, pra, këto kanë lëvizur nga një pjesë nga ana tjetër me radhë. Por e vërteta është kjo që ne duhet kuptojmë që ky është manuali I Partisë Socialiste, I Partisë Punës, I Partisë Komuniste. Pse? Se kështu e kanë të trashëguar, pra nuk është se kemi po themi një shpifje apo po shpifim për ta. Ata kanë një trashëgimi, pra kur përfundon në të njëjtan vije që ka qenë gjyshi jot, do të thotë që ti nuk e paske lexuar historinë. Se gjyshi jot ishte shërbëtori I partisë dhe partia e çoi dhe e futi edhe rrasin burg. Edhe kishte edhe përfundimin. Dërsa ti shkon në vitet e demokracisë famshme dhe shkon përsëri dhe drejtësia e partisë tënde që është krenuar kryetari jot të përfundon ty në burg. Tani ti o nuk e ke lexuar historinë, mirë, o kënaqesh që të përfundosh edhe ti në burg, edhe je në rrugët e burgut. Pra, këtu ka një anomali perceptuese. Këtu ka njerëz që I intereson të bëjnë burg sepse në fund fare përfitojnë diçka tjetër monetare apo materiale, është në varë se si e përfitojnë, pra bëjnë një copë burg edhe fund fare bëjnë miliarder. Perceptimi publik ky. Nuk e di, sa është I vërtet. Por, e vërteta është duhet të jesh shumë I smur. Bësh burg edhe puna është të bësh çfarë të bësh, po ta bësh me atë që ne themi të vazhdueshëm pjekurinë politike. Prandaj duhet t'ju them që grupi Spiropali patjetër është I komanduar, por në çdo moment në rast se ka një rrezikshmëri të vogël dhe Spiropali përfiton, mund ta mundi Edi Ramën dhe t'i thotë baroi plani jon, tani është serioziteti, është realiteti dhe tani do goditemi me njëri tjetrin. Avokat, faleminderit shumë për Edhe unë falenderoj për ftesën.